Njerëz, gjeni pak se kush ka marrë një pasaportë të re me një mbiemër të ri. Unë dhe Jashari deri tani ishim në bashkëjetesë, pra nuk ishim të martuar me ligj, po ai vendosi më në fund që t'i ndaj pasuritë e tij me mua, edhe djesh ku bëm ato celebrimin. Edhe sot morëm pasaportat e reja, si bëm nga ato të shpejta. Të paktën më pëlqen se si kam dal tek fotoja e pasaportës, sepse tek ajo e vjetra ka qenë skandal. Si m'duket tani me këtë mbiemrin e ri, edhe kur bëj firmën akoma nuk jam mësuar që ta bëj S dhe jo B në fund, por prap unë për ju mbetem një Hatixhe Brika, okay? To janë thjesht për dokumentacion, kuptoni? Tu kam edhe kuponin për të marrë kartën e re të identitetit me mbiemrin e ri. Ndërkohë që pasaporta e vjetër është prerë edhe pothuajse ishte mbushur, të duket sikur s'është mbushur, por është mbushur goxha. Edhe Jashari bërë një pasaportë të re sepse ishin mbushur faqet e asaj të vjetrës me pulla, edhe ju duhej një tjetër. Unë kam dalë më bukur, ky ka dalë pak si i vrambo. Anyway, tani një grua zyrtarisht e martuar. Se si m'duket.